Një nga çështjet që Dendias ka diskutuar me ministrin tonë të mbrojtjes Ermal Nufi është edhe ajo sa i përket varrezave greke, ku vetë Dendias shkruan se ka rënë dakord për mbledhjen e menjëhershme të Komitetit Përbashkët të Ekspertëve për Varrezat Ushtarake. Dhe e thekson se gjatë takimit me homologun tim shqiptar Ermal Nufi, ram dakord për mbledhjen e menjëhershme të Komitetit Përbashkët të Ekspertëve për Varrezat Ushtarake. Greqia gjithmonë i ka respektuar ata që sakrifikuan veten për atë dheun. Çfarë do të thotë Dendias me këtë deklaratë dhe ku kërkon të shkojë Greqia duke kërkuar një gjë të tillë sa i përket nisjes së komiteti ekspertësh për çështjen e varrezave greke në Shqipëri? Ndoshta fati ka desh që unë të kam qenë 2 herë radhazi si mu themi përcaktuar me vendim të kryeministit për të kryesuar delegacionin ndërqeveritar për zbatimin dhe implementimin e marrëveshjes ndërqeveritare mes 2 vendeve për zhvarrimet dhe e të rënëve grek në territorin shqiptar në luftën italo-greke. Dhe këte nuk them se jam ekspert, por kam informacionet e nevojshme dhe puna e ka desh që t'jem i informuar dhe i updateuar. Natyrisht, edhe kur kam qenë në detyrën e Komandës Doktrinë dhe Stërvitjes për shkollat ushtarake, edhe atë dhe vend shefit shtabit kam kryesuar 2 herë delegacionin shqiptar, ku kjo përgjegjësi më shumë i përkiste ministrisë tonë të jashtme dhe realisht do thosha që kjo marrëveshje tashmë është nënshkruar, është ratifikuar dhe ngelet thjesht dhe vetëm për probleme teknike për tu implementuar, dhe një pjesë e saj në vitet 2017-2019 ka vazhduar grupi ekspertëve të 2 palë dhe nga pala greke dhe nga pala për të përcaktuar dhe për të kryer veprimet në terren dhe për të bërë edhe gjithë në bazë të 2 vendeve ku është rënë edhe marrëveshja ka të përcaktuar, pra një Dropull dhe Cyr. Pa çka sa ata gjatë diskutimit për nënshkrimin e marrëveshjes kanë diskutuar edhe si mund të themi vend rivarrime të tjera të eshtrave, por janë miratuar vetëm 2 dhe në një moment që ka të drejtë në 28 mos gabon tetor të çdo viti bën një ceremoni zyrtare Dropull, kur kemi pasur her pas here gjatë organizimit të këtyre ceremonive shtetërore edhe incidente. Kjo tashmë është marrëveshje, ekziston, është realizuar, është miratuar, është ratifikuar në parlament dhe vetëm thjesht dhe vetëm për probleme teknike, pasi vendvarrimet e përcaktuara kur kjo çështje nuk është se ka filluar tani, kjo çështje ka qenë gjatë gjithë kohës problematike mes marrëdhënieve dhe ka qëndruar si një problem i madh mes marrëdhënieve Shqipëri-Greqi dhe raporti i fundit që është bërë para viteve 90, të cilit unë jam referuar dhe kam gjetur në arkiva, lidhet me raportin e vitit 1985, ku pala shqiptare dhe qeveria shqiptare e asaj periudhe e ka përcaktuar qartë dhe prerës. Siç kanë rënë italianët në territorin shqiptar në mes luftës italo-greke, ashtu kanë rënë pak a shumë me ngrirjet, me vrasjet, me humbjet, janë pak a shumë në të njëjtin numër. Dhe siç ka vepruar Italia dhe janë shtafruar mundësia edhe Shqipëria, biles në raport me këtë është realizuar dhe një film, mos gabom, Generali i Ushtrisë së Vdekur. Dhe ata i kanë rumbuar Shqipëria ka kontribuar për t'i gjetë, për të bërë gërmimet, për të bërë zhvarrimet e tyre, për t'i paketuar eshtrat e të rënëve në respekt të tyre dhe të familjes dhe të shtetit, dhe i ka përcjell që ata t'i vendosin pranë familjeve të tyre, pranë varrezave të dëshmorëve të vendit të tyre dhe atje le të bëjnë rritet fetare. Kjo ka qenë përgjigje që është kthyer edhe shtetit grek deri në vitin 85 që ka qenë raporti i fundit. Por për fat keq, siç e përsërita pak më lart, pjesa e mjetit të presionit që Greqia ka patur përpara se ne të futeshim në NATO në 2009, ajo e përdori dhe çdo vend e përdor në mënyrën e vet, në një mënyrë apo në një tjetër për të marrë dhe përfituar maksimumin që dëshiron. Dhe për fat të keq, ajo ka marrë pjesën e marrëveshjes për të rënët grek në luftën italo-greke në territorin shqiptar 40-41 dhe është gati për ta realizuar plotësisht edhe pjesën e marrëveshjes së detit. Çfarë e pengon Greqinë që nuk vepron si Italia, pra në rastin e ushtarëve të rënë në Shqipëri, dhe a rrezikon që në rastin e varrezave të ushtarëve grek në Shqipëri
këto vende të kthehen në pika peligrinazhi për vetë grekët? Janë kthyer, jo rrezikon, po janë kthyer. Një datë që s'u përsërita 28 e mirë për të kthyer edhe vazhdojnë peligrinazhi zyrtar organizohet me datën 28. Kjo nuk e pengon që sidomos kisha të organizojë edhe her pas here me grupe të vegjël në këto dy pika që janë lënë si vend rivarrimet e eshtrave të rënëve grek në territorin shqiptar. Unë mendoj që kjo është një energji e vjetër dhe të saj besoj kanë synuar dhe vazhdojnë të synojnë në atë të famshmin Vorjo e Pirë që duan të lënë sa më shumë gjurmë të cilat pas 100 apo 200 vjetësh, pas 2 apo 3 shekujsh të rikthehen dhe të thonë që këtu për sa kohë kemi varrezat, për sa kohë kemi dëshmit që flasin, do të ka qenë territor dhe mbetet e do të kërkohet si territor i Greqisë për fat të keq. Dhe kjo unë mësoj, po them, por diçka pas saj në vendimet e këmbgulën që ata kanë për të realizuar gjë të tillë, diçka fshihet se s'bën. Në këtë rast apo aktivizohet paralelisht çështja e Vorjo e Pirit për ta bërë atë një formë presioni kundrejt Shqipërisë, ndërkohë që vendi shkon drejt Bashkimit Evropian. Nuk besoj që është çështje që merr prioritet në këto momente, por kam bindjen që në fshehtësi dhe në prapasken, kjo është ajo që cilët i shtyn, cilëndo qeveri e majt apo e djathtë, e qendrës apo kushdo që të vinë në Greqi, që të mendojnë për të realizuar një gjë të tillë dhe të punojnë në këtë drejtim në të gjitha variantet. E shohim edhe tek pjesa e emigrantëve shqiptar, e shohim edhe tek pjesa e minoritetit që edhe në kohën para 90-s, edhe tani minoriteti grek në Shqipëri ka qenë, do thosha, i trajtuar në nivele akoma dhe më të mira se sa jemi trajtuar ne shqiptarët apo kemi trajtuar njëri tjetrin. Në këtë kushte kur ai nuk mendon fare edhe për të drejtat dhe liritë themelore të miratuara me konventa e karta të Kombeve të Bashkuara edhe tjera ndërkombëtare që janë miratuara dhe bashkuara edhe nga palët pasi pra Shqipëria dhe Greqia, edhe nuk u afron një gjë që shqiptarët janë jo pak në Greqi të ngruar plotësisht, por që kontribojnë në buxhetin e shtetit grek dhe ata për një të vogël, shqyqyr që nuk kanë filluar ta si sfundi përdor fshesa apo mënyra tjera që nuk janë të ligjshme, ndafo që ata në vazhdimsi ushtrojnë, duke filluar vetëm nga identiteti, përkatësia fetare, ndryshimi i emrit e shumë tjera për të folur për Shqipe, për gjuhën dhe kontributet që ata i kanë detyrime me kartat e konventat ndërkombëtare ku ne jemi pjesë dhe i kemi nënshkruar si ne dhe Greqia. Si analizoni vetë deklaratën e Nikos Dendias, i cili ka theksuar se u prita nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në kontekstin e vizitës time në Tiranë, ne analizuam situatën më të gjerë gjeopolitike në rajonin ton, pata mundësinë të flas për Himarën, nga e cila konsideroj origjinën time dhe përsëris qëndrimin tim se pakica kombëtare greke është një urë misie midis dy shteteve dhe popujve. Çfarë do të thotë Dendias kur specifikon që origjina ime është nga Himara? Unë do ta quaja më shumë propagandë dhe hipokrizi, sepse nëse tregon origjinën, këto do të jenë ura lidhse dhe bashkëpunimi dhe jo ndarje mes vendeve. Për fat keq pala greke, këtë identitet, këtë lidhje dhe trashëgimi, ne për fat keq deri tani ne shqiptarët nuk kemi arritur jo të përfitojmë, por të marrim atë që meritojmë në raport me marrëdhëniet diplomatike mes dy shteteve dhe mes dy vendeve. Në të kundërtën, unë thash edhe përsi dhe pak më lart, nuk është vetëm faj i palës greke. Këtu për fat keq edhe pala dhe politika qeverisë shqiptare nuk e ka realizuar atë që duhet për të qëndruar fort dhe për të bashkëpunuar me palën greke, sepse fati na ka dënuar apo jo për të bashkëjetuar në harmoni dhe në kufi me njëri tjetrin. Kështu që nuk është normale për mua, unë do ta quaja që kryeministri i parë që zgjidhet sapo zgjidhet në Shqipëri me votim të lirë, unë do ta quaja që vizitën e parë duhet ta bënte të organizote në Athinë për të treguar atë dashamirësinë e bashkëpunimit, të marrëveshjes dhe të harmonisë dhe të dëshirës për të zgjidhur problematika që ekzistojnë prej shumë kohësh. Kjo
nuk është e pamundur, është e mundur, por çdo gjë bëhet duke ulur në tavolinën e bisedimeve, duke pranuar edhe gabimet që janë bërë dhe duke patur një vazhdimsi, sidomos në linjën diplomatike dhe të pashpunimit me vendet fqinje. Nuk mund të ndryshohet, thosh tash mik strategjik, sot kam partner strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që natyrisht janë do mbeten përhershëm, pastaj ndryshon e shkon tek Turqia apo në vend tjetër. I ke edhe ato, por zgjuarësia, loja diplomatike në interes të vendit dhe të qytetarëve tu duhet realizuar me kujdes, sepse një shprehje, një incident diplomatik prish dhe hedh poshtë gjithë punën që është bërë nga të tjerët dhe prish edhe të sotmen e nuk mendon fare për të ardhmen. Kjo duhet të jetë ajo pjesa që duhen ekspertët, duhen specialistët, duhen diplomatët me eksperiencë, e të mos lënë nëpër arkivat çfarë shteti shqiptar ka realizuar marrëdhënie me palën greke. Por ata i shfletojnë her pas here dhe nuk i lënë asnjëherë të zenë plumur dosjet me çështjet dhe problematikat që kemi mes dy vendeve. Dhe ne për fat keq jo rrallë ndodh që kur viun në një detyrë, atëherë fillon të rrotullohet bota. Jo. Duhet i referohem dhe të hap dosjet, të hap arkivat, të marrësh ekspertë, të marrësh specialistë që ne i kemi me shumicë, nuk ka rëndësi kuj parti i përket, e majt e djathtë, ti e merr dhe ai flet si ekspert. Dhe këtë duhet të i kemi me shumicë, nuk është se s'kemi, por duhen përdorur duke heq dorë nga pjesa se ma ka dhënë apo s'ma ka dhënë votën në një fushat. Nuk ka rëndësi, shqiptarët nuk ka rëndësi se si ndahen brenda vendit. Në parti, në grupime është e drejta e tyre, në demokraci jemi, por ama kur vjen problemi për çështjet kombëtare, për çështjet e shtetformimit, për çështjet e të ardhmësit, atëherë këtu nuk ka më parti, këtu ka qëndrim të njëjtë, unifikues nga e gjithë klasa politike shqiptare. Këtë e kam parë dhe edhe juve besoj dhe çdo qytetar e shikon që për fat keq më kujtohet ajo parolla që për një plesht i vëm zjarrin jorganit, dhe shpesh ne për inat të kolegu tim që nuk më vjen pas apo nuk më jep vota, nuk më mbështet, ne për fat keq kur marrim një pozicion. Pozicioni dhe funksioni që marrim është dhe duhet të jetë para së gjithë është përgjegjësi e përgjegjshmëri përpara çdo qytetari shqiptar, cili do qoftë ai për sa i përket qëndrimeve politike. Zoti Prenga, duke u përqendruar te argumenti juaj i fundit, si është e mundur që politika zyrtare e Tiranës nuk i arrin të imponohet Athinës duke kërkuar asaj zgjidhjen e çështjes Çame, çështjen e ligjit luftës që vijon të mbeten në fuqi që prej vitit 1940, apo edhe ato të fundit që ka të bëjë me deletimimin e kufirit detar, ku marrëveshjen e qeverisë kaluar gjykata kushtetuese hodhi poshtë në vitin 2009. Unë mendoj që klasa politike shqiptare ka bërë gabime të pafalshme, nga krahu i djathtë, ekstremi i djathtë deri në ekstremin e majt. Për fat keq ajo çfarë vazhdojnë të bëjnë përsëri është mos referimi tek ekspertët, tek specialistët, dhe atëherë kur ata i marrin, për fat keq ju japin si mund themi parimi i karrotës me shkopin, pra me kulaçin dhe kërbaqin, pra i japin diçka për t'i joshur në këmbim të shtremrimit të realitetit dhe të paraqitjes së ekspertizës ashtu siç dëshiron klasa politike. Klasa politike në këto 35 vite qeverisës e flas gjithmonë, për mua nuk ka qenë e qëndrueshme, nuk ka qenë vizionare dhe për fat keq nuk i ka mjaftuar koha për të punuar për kombin shqiptar, pasi ata kanë vazhduar dhe vazhdojnë të punojnë vetëm për veten e tyre.